Shkurt, neve kryesisht këtë... Gati? Gati? Unë e këza. Minister, çfarë bisedohet me drejtorin? Faktikisht këto janë takime pune që unë i baj me institucionet. Dje isha në Koçan me drejtoreshën për shkak të situatës që ka ndodhur. Sot jam në Tetov me drejtorin, tash pas kësaj do jem me familjarët që pësuan në spitalin modular, të shohin problemet, sfidat. Me drejtorin biseduam sot për sfidat që i ka infrastruktura shëndetësore në Tetov. Gjithashtu tash u takuam edhe me motrat medicinale. I informuam që është procesi në formë më të shpejt të zgjidhet. Gjithashtu ato janë pjesë vitale e sistemit, kështu që neve dëshirojmë apo s'dëshirojmë dhe duhet sa më shpejt të bëjmë zgjidhjen e këtij problemi. Tani me drejtorin do shkojmë të shohim infrastrukturën në pjesën tjetër, edhe të shohim çka mund të përshpejtohet me vetmin qëllim që të bëjmë një shërbim më optimal atë sa mundemi me këtë infrastrukturë që kemi për shtetin. Kur do zgjidhet problemi? Cili problem? Se kemi shumë probleme në shëndetësi. Po, problemi me motrat medicinale të dorë. Besoj që shumë shpejt do të zgjidhet, duhet të zgjidhet përpara afateve të cilat afate ligjore që neve do të mund të bëjmë zgjidhjen e këtij problemi, domethënë ajo është diku një muaj e 10 ditë maksimum. Këto janë afate që... Денеска е работен ден, како што е вообичајно. Јас како министер за здравство имам овие ми се средби, работни, нормални средби со директорите. Вчера бе во Кочане, денеска сум во Тетово, утре ќе бидам во друг град. Идејата е прво да видиме какви потреби има нашата инфраструктура во градовите, како здравствен систем. Се информиравме од директорот за предизвиците во кои што ги има. Исто така ние како надлежна институција мора да најдеме оптимално решение брзо, за да може што побрзо да решаваме проблеми кои што се акутни. А знаете дека здравствениот систем е голем, има такви акутни проблеми и ние ќе треба да најдеме чекор по чекор да ги решаваме. Исто така имавме средба со вработените тука, работиме на решавање на тој проблем. Се нам дека за кратко време ќе имаме решение. Трансформација можна ли е? Така, работиме на трансформација. И по таа трансформација исто така ќе имаме потреба од нови вработувања, бидејќи системот тие се витален дел од системот и без нив нема да може да функционираме. Te minister, në Tetov, domethënë nuk kryen operacione në ortopedi, në ORL që nuk kryen dhe mamografia nuk punon. Pse ndodh kjo? Sot jemi këtu për të marrë gjithë informatat, unë jam ministri i cili do të bëj politika të bazuara në të dhëna. Jo rastisht jam këtu sot, ne mundeshim të ndëgjohemi në telefon ose drejtori të vjen në ministri. Unë personalisht dua ta shoh edhe infrastrukturën, edhe të shohim çka mund të zgjidhim. Pas agregimit të dhënave reale që i kanë secili qytet, do të dalim me një agjendë për zgjidhjen e problemit. Sot po të më pyetni si do të jetë zgjidhja, nuk mund të jap përgjigje për shkak se ende nuk i kam të dhënat të gjitha që të mund të bëjmë analizë. Kur bëhet analiza e nevojave, bëjnë prioritetet, shiqohet buxheti edhe në fund pastaj prioritizohen gjithë të proceset edhe do të dalim me rezultate. Dje ju kanë dërguar një kërkesë Ministrit të Shëndetësisë, po edhe sot është dëshmuar letra në komunën e Tetovës. Familjarët e viktimave të spitalit modular kërkojnë që ku ka qenë objekti i spitalit modular, aty të shndrohet një park me orientim. Unë prej tash takohem me ato kështu. Drejtor, para 6 javësh na ke premtuar se do hapet tenderi për te ortopedia. Është hapur? Jo, nuk është hapur ende, Drejtorin e pajisë. nuk është hapur ende, nuk është hapur, po punojmë në atë drejtim për ta hapur. A çohen akoma të pacientët të Shkupit e deri kur do vazhdojnë të çohen? Derisa ta hapim tenderin, Kur do hapet? po brenda kohës dhe Sa, 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 5 muaj? është tash para fate mos më dal që mi ke bën 6 javë. Brenda muajve të ardhshëm besoj që do e kryejmë. Veç edhe një pyetje komi ministri. Ministër, keni ardhur në mysafir të drejtori i cili ka dhënë tender nusës së djalit të tij. A e pyetë dhe do kërkoni llogari për këtë çështje prej drejtorit? Pra në pyetje politike do të përgjigjem pas orës 4, deri në ora 4 jam 4:15. deri në ora 4 jam në orar të punës. A sa për atë pyetje unë mund të përgjigjem ty, 4:18. se unë kam dokument prej gjyqit që nuk ka konflikt interesi. Edhe do ta dëshmoj, ja. Ka problem me anesteziologët. Nga në tjetër në klinikën e radiologjisë në Shkup pritet shumë gjatë. Ndihma e shpejtë në Shkup punon me kapacitete jo të plota.
si e shihni zgjidhjen e këtyre problemeve dhe çfarë zgjidhje si ministër i ri do jepni parkingut? Pra kështu, pyetja e parë, ju e dini unë të diellën pata presin e parë me 5 shtylla. Shtylla e parë është mapimi i infrastrukturës shëndetësore në nivel të shtetit. Çka nuk kupton ajo? Nuk kupton këtë çka e bëjmë edhe sot, edhe çka do ta bëjmë brenda një muaji. Kemi krijuar një sistem digjital në të cilën të hënë do bëjmë një kërkesë me pyetësor nga gjithë drejtorët në nivel të shtetit, që të na japin numrin e të punësuarve, numrin e sa mjek ka, sa motra medicinale, çfarë infrastrukture. Në bazë të asaj pastaj do të shohim çfarë lloj të prioriteteve për specializime të bëjmë. Ky lloj kuadri nuk është vetëm në Kumanov, është problem edhe në Shkup, edhe në klinik brenda në Shkup. Besoni që edhe në klinik brenda bëhet mobilitet horizontal, por i njëjti mjek shkon nga një klinikë në tjetrën që ti mbylle këto shprastira të këtyre ekspertëve. Edhe një herë potencoj, gjithë politika do të bazohen në të dhëna reale. Për shkak të muaj do të na lejoni që të bëjmë një pasqyrë reale, të kemi mapim real të infrastrukturës shëndetësore. Ajo do të jetë në web faqen e ministrisë, edhe do ta shikni vetë sa spitale ka, sa mjek i ka, kush është profili i mjekëve kështu me radhë. Në bazë të asaj pastaj do të dalim neve kush do të jetë infrastruktura e implementimit të këtyre gaps, të këtyre hapësirave që do t'i kemi, do t'i shohim. Ato mund të jenë hapësira fizike, mund të jenë për ekspertë kështu me radhë. Edhe pastaj presim që zvoglohet puna edhe e pritjeve për shërbime të ndryshme, e logjikshme. Nekoj detalj za kočani, ako može, da li koja nas хотели опорожуването на повредените? Значи, јас вчера и денеска, знаете дека не бевте информирани, јас овие средби ги ценам како работни средби, затоа бидејќи сте тука и ве ценам, затоа дадов сум пред вас, иначе овие се работни состаноци и не сакам на работен состанок да имам да се брифираме. Јас 2 пати неделно ќе се видам со новинарите, во среда имам брифинг средба со новинарите, додека секоја недела ќе имаме пресконференци. Овие, бидејќи сте тука и еве сум пред вас, такви работни средби се работни средби за нас, бидејќи нам ни треба реално податоци и не можам да споделам сега за сега што ние од нашите средби разговараме и кои се податоците во кои што ги добиваме. Ju keni qenë ministri i administratës dhe e dini që brenda një muaji nuk mund të realizoni këto printime për këto nota medicinale. Për shkak se konkursi zgjat 15 ditë, faza e selektimit, faza e testimit dhe pastaj intervista. Pra, për sa kohë mendoni që do të zgjidhet problemi? Na lejoni, pasi që thatë kam qenë edhe ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë, na lejoni që ta nisim procedurën, ta mbarojmë ashtu siç duhet, pa presion nga jashtë për të mirën e atyre dhe për të mirën e institucionit. Jo, ju thatë ashtu, nuk thash unë. Unë thash po. Pra, unë jam këtu përpara juve, do të jem këtu çdo të diell, do të keni mundësi të më pyetni, kështu që na lejoni pa presion që të punojmë dhe të japim raport javor, jo raport mujor, raport javor do të japim përpara juve, do të keni mundësi që gjithë këto pyetje t'i bani çdo javë, çdo të diell, jeni të mirëseardhur, çdo të mërkur jeni të mirëseardhur në Ministrinë e Shëndetësisë, ku do të kemi nga ora 9 deri në ora 10 pirje kafes me gazetarët, ku do të bëjmë një briefing, do të ulemi bashkë dhe do të flasim për tema të ndryshme. Është zgjedhur çështja e kontratave të motrave. Po, është zgjedhur çështja e Janë kontratave. nënshkruar të gjithë kontratat, da ka pas Janë nënshkruar kontratat, nuk ka pas. Pas jush janë ose nuk kanë nënshkruar asnjë kontratë. Aha, do i nënshkrujnë ato, faktikisht vetëm rrogën va kemi lëshu, për shkak se kishim prit dimuj ditë, edhe besoj brenda kohës se do valëshoj edhe rrogën e mujt 5, edhe normalisht do t'i nënshkrujnë edhe kontratat, pa tjetër. Nënshkruan të gjithë 139 sa janë? I kam nënshkru për mujnë prill, për mujnë maj, Gjithë, po, 139. po, të gjitha janë të nënshkruara, tash duhet faktikisht edhe motrat t'i nënshkrujnë, jo vetëm nga ana ime. Edhe brenda javës do i nënshkruaj edhe këto 139 tjera për muajin maj, që njëkohësisht i marrin edhe rrogën e muajit maj. Faleminderit shumë.